Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike të Gostivarit kundër 2 personave të dyshuar si bashkëpunëtor në kryerjen e veprës penale grabitje, sipas nenit 237 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal. Të dyshuarit janë privuar nga liria ditën e djeshme. Grabitja ka ndodhur më 10 tetor 2025, ku ata së bashku me persona të tjerë ende të panjohur hyrën në një dyqan floriri në Gostivar dhe duke përdorur forcë dhe kërcënim me armë, morën 18 kg marë. Të dyshuarit janë policë nga stacioni policor i Kërçovës, të cilët kanë planifikuar grabitjen së bashku me personat e tjerë për të cilët po kryen veprime intensive për gjetjen e tyre. Ata kanë marrë pjesë në përgatitje, duke inspektuar vendin dhe aktivitetin e dyqanit 2 ditë para grabitjes. Në ditën e ngjarjes, ata kanë përdorur automjetin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të siguruar rrugën për 2 automjetet e përdorura për grabitjen, nga të cilat njëri më vonë u gjeti djegur në rrugën magjistrale Gostivar-Debër, ndërsa tjetri u gjeti braktisur në Kërçovë, afër tregut të Baktive. Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut në koordinim me Prokurorinë e Gostivarit po ndërmerr masa dhe veprime për zgjidhjen e plotë të këtij rasti.